Doni të mësoni se si në 2025 dhe në vitet vazhdim të bëni lek nga interneti, nga telefoni apo laptopi juaj pa shpenzuar apo investuar asnjë lek dhe thjesht me një aftësi shumë të thjeshtë që mund ta bëjë çdo kush. Atëherë, kjo video është për ju e ka të bëjë me trendin e ri për sa i përket mënyrës se si po marketohet çdo gjë në industri, në treg, në internet, për çdo lloj brendi, për çdo lloj edhe artistër, çdo lloj produkti. Kemi pasur deri dje një mënyrë se si ata bëshin themi marketing duke paguar Instagramin, Facebookun, të bënin këto reklamat aty dhe të rrishin klienta. Por ka një mënyrë tjetër shumë organike dhe shumë më të leverdishme për çdo kë. Duke hequr lekët nga Mark Zuckerbergu, t'ia çojmë lekët te secili nga creatorsat dhe mos të presi që dikush të fitojë lek në YouTube apo në Instagram apo në TikTok e të tjerë, po ti marrë ato lekët të shpërndara nga personi që do të bëjë këtë reklam. Dhe do flas pikërisht për platformën Whoop.com. Çfarë është platforma Whoop.com? Është një platformë kur secili, mënyra se si e zbulova unë ka qenë sepse aty edhe mund të zhvillohen kurse, edhe gjëra të tilla, pra ti mund të shesësh kursin tënd, të kesh komunitetin tënd të ndërtuar aty, por kanë edhe opsionin tjetër i cili ka të bëjë me content reward. Content reward i ka të bëjë pikërisht me këtë gjë. Shpesh besoj keni parë video ku e diun të Speedit apo ndonjë streameri të ndryshëm ka me qindra mijëra like në TikTok apo në Instagram Reels, edhe ka dhe shumë komente e gjëra të tilla, po ndërkohë ka një logo të tipit Stake. Për shembull, Stake është kazinoja online më e madhe në botë, po themi, apo logo të ndryshme. Apo shikojmë video të cilat i shpërndajnë për streamera të ndryshëm, po i shikojmë që i postojnë njerëzit e tjerë, nuk i postojnë vetë ta streamera. Pra pse këta njerëz pikërisht bëjnë këto editime, edhe këto editime i shpërndajnë TikTok dhe marrin mijëra shikime. Pra për çfarë e bëjnë shumica e këtyre? Mendoni se fitojnë lek nga Instagrami apo TikToku? Të gjithë e dimë shumë mirë që kjo pjesë është ato paguajnë shumë pak dhe pikërisht me Whoop.com është mundësia se si çdo njeri prej jush mund të marrë, mund të zgjedhë një deal të ndryshëm që do shikoni te ky website dhe aty vendoset një buxhet i caktuar nga po themi e zëm Noisy në këtë rast, po marrim artistin ton ka nxjerrë një këngë dhe do ta bëjë atë këngë virale në TikTok. Vendos një buxhet te Whoop.com, po themi $5 dhe Noisy ka për detyrë të paguajë secili nga ju i cili merr views organike, mund ta paguajë duke filluar dhe në 20 cent për 1000 views, po edhe në $1, $2, $3 keni deale të ndryshme te Whoop.com. Në momentin që ju bëni një video, po themi kushti i kësaj videos do jetë të tipit vendosin këngën e re të Noisit në sound te kjo video dhe video mund të jetë çfarë të llojshme. Dhe sa më shumë views të marrë kjo video organike juaja, ndash në TikTok, ndash në Instagram Reels, ju do paguani nga platforma, pasi personi, po themi Noisy këtë fjalë, Noisy këtë fjalë e ka para paguar platformën, pra ka vendosur buxhetin prej €5.000 aty dhe platforma tani ju bëni submit videon tuaj me linkun, okay? Dhe kjo pastaj do ju bëhet approve në ai content rewardi që e menaxhon, domethënë këtë content rewardi, dhe sa më shumë views të merrni organike, aq më shumë do paguani dhe aty pra e Noisy ka vënë me 0.5 cent për 1000 views. Pra e zëm ju morët 10.000 views fituat $5. Morët 100.000 views fituat $50 dhe morët 1 milion views do merrni $500. Keni shumë të ndryshme të content rewardat të ndryshme ku ti do marrësh po janë këta njerëz që bëjnë të content rewardin që t'japin dhe këto, se do kërkoni dhe ju vetë për këto fajlet, domethënë këto video t'i prisni t'i bëni, t'i japin një file aty në drive file, e t'i japin një file ku t'i japin gjithë ato po them contenten që të duhen për të bërë këto video dhe ti është mënyra jote se si e editon, se si e bën edhe se ku dhe sa views organik merr. Normalisht shqiptari tani ndalëm te kjo pjesa të mendoj, ora po sikur ti ble këto views, po kupton mos bëjnë kjo është jo kategorike pasi ata kanë software-in e tyre që i dallojnë të gjitha dhe do bllokoheni dhe nuk do keni mundësi të fitoni më mbrapa. Por mund ta fitoni në mënyrë shumë të thjeshtë pasi secili nga ju mund të postojë një video në TikTok, në algoritmin e TikTokut apo në Instagram Reels dhe algoritmi ta marrë atë dhe ta bëj me qindra mijëra views apo dhe me miliona views. Keni shumë të ndryshme të content rewardi që mund t'i postoj këtu. Mund t'i shikoni tani te kjo video dhe shikoni se njerëzit kanë fituar nga video të ndryshme. Për shembull, un jam Andueliezëm.
unë po vendos një buxhet për $3.000 aty dhe dua disa video të mia ti editoni, ti postoni kudo dhe që unë të bëhem i famshëm apo mu të më njohin njerëzit dhe kjo është mënyra se si mund të bëhet organike, pra dhe ju të paguani se s'do e bëni këtë gjë falas. Në të njëjtën mënyrë, po themi një nga njerëzit më të influencuar po themi në botën e internetit dhe që kanë ndjekur të njëjtën strategji pak a shumë, ka qenë The Bold Man, Andrew Tate. Sot gjithë i keni parë videot në për Instagram, në për TikTok që videot e atit postojnë në shumë akauntet të ndryshme dhe kjo jo se njerëzit e donin në shumë Andrew Tate, po e donin sepse ata Andrew Tate përdori një strategji që merreshin 50% të affiliate commissionit nëse bëshin sale, pra nëse abonoheshin tek ajo komuniteti që ai kishte ndërtuar. Pra, në këtë mënyrë edhe ju mund të bëni me këtë lloj formule dhe mund ta provoni dhe duhet të kesh një telefon, pak skills, po themi pak aftësi, të bëni 2 editime të ndryshme në CapCut apo ku e di ka shumë programe aty që janë dhe falas që mund t'i përdorni si CapCut dhe pastaj me atë editimin ta postoni në Instagram apo në TikTok, to e personale apo TikTok nuk janë personal, po hapni një TikTok fresh edhe një Instagram fresh, po themi për këto gjëra, po nëse keni një account të tillë që keni përdorur për video të ndryshme kot for fun, tani është mënyra se si mund ta ktheni atë në lek për ju. Dhe ka shumë njerëz që këtë gjëra do i ndryshojë jetën, pasi sot nuk do duhet të shkosh të gjesh një punë, po themi sepse të duhet të bësh lek. Sot mund marrësh telefonin, atë internetin që ju rini 13 orë në 24 orë në ditë dhe ta përdorni për këtë gjë, pra të punoni 2, 3, 4 apo edhe 6 orë në ditë duke edituar, duke postuar video sa më të ndryshme dhe po themi nëse ti poston 10 video në ditë të ndryshme në akaunte të ndryshme që i ke përgatitur, pra krijon një sistem të kësaj gjëre. Secila nga ato të marrë diku tek 10.000 views, po themi mesatarisht, i bie ke marrë 100.000 views dhe nëse gjen në një deal prej, ku e diun që të paguon dhe $1 për 1.000 views, ti ke marrë 100 euro në ditë. Dhe kjo është mënyra se si po bëhet. Pra kjo është më e mira për një mark apo një brand apo një streamer, një person që do të bëhet më i famshëm, të bëhet akoma dhe më i famshëm dhe duke kaluar në algoritmin e TikTok dhe Instagramin, të shikosh akaunte ndryshme që postojnë për Anduelin, do thuash edhe po mos ta dish, do thuash ora dale çikse, kush është ky? Më kupton, do të shfaqet kurioziteti. Të njëjtën gjë kanë ndjekur dhe një trader juaj amerikan që quhet TJR, besoj kush merret me forex e ka parë kudo nëpër internet, sepse ka bërë të njëjtën gjë. Ka bërë poste të ndryshme në streamerat, i kanë bërë cut atyre videove dhe këto videot i kanë postuar nëpër këto Instagram dhe Reel, duke qenë të bashkangjitur te up.com tek ofertë e tij, pra te content reward i tij, dhe janë paguar me mira euro. Dhe çdo streamer e thot këtë gjë për pjesën e clipping. Kjo quhet clipping. Pra ti e merr një video, merr një lloj formati që e merr ose të gatshëm nga streamerët e tyre që bëjnë ata gjatë ditës, ose në videot popullore në YouTube që kanë ata, po duhet përmendësh X person, atë që po të paguan dhe ata i vendosin kushtet e vet aty por që çfarë duhet që ata të aprovojnë videon tënd. Dhe me anë të kësaj video ti vazhdon e bën edhe nëse të ecën algoritmi mirë dhe i editon mirë dhe i bën video të rejse për publikun që të rinj të shikojnë aty dhe ta kapi algoritmi që të marrë 100.000 views edhe 1 milion views, atëherë miku im i dashur, ti sapo zbulohet trendin e ri që do jetë besoj në 2025 edhe më sipër dhe shumë më pak njerëzit do i bashkojnë këtij lloji trendi se sa të bëjnë advertisement në Facebook apo Instagram që secili nga ne e di se sa të bezdishme janë kur na dalin apo kur na ndërpresin atë scrollin ton që bëjmë në TikTok apo në Instagram apo edhe në YouTube. Kështu që kjo është mënyra më organike dhe më e mirë sot për sot në treg dhe këtë mund ta bëjë secili që në adoleshentat deri në të rriturit që nuk po gjejnë diçka për shumë për të bërë apo kanë qef internetin apo kanë 2-3 aftësi për të bërë editime, edhe nëse nuk keni aftësi mund të gjeni komplet në Fiverr apo në këto platformat e tjera indian që mund t'ja bëjnë për $5 apo $10 një editim të thjeshtë, apo të shikoni kurse në YouTube apo që janë free për pjesën e editime se si t'i bëni dhe vetëm futuni punës çuna dhe goca dhe jepini drejtim edhe sepse ditët që po jetojmë sot janë ditët më të mira për dikë që do të bëj të ardhura, sidomos online, edhe vetëm di të them që vetëm Dembela dhe ata që nuk informohen nga kjo jetë, nuk arrin të fitojnë apo të kenë një punë, një të ardhur po themi online. Ju përshëndes gjithë.